tani. Po në emigrantat jemi në Europë, harrova që e kesh popullu Shqipërinë që se erdhën pushtet. Po pra, në fakt, kjo idiotësi është si puna e asaj shprehjes shpife se diçka do mbetet, edhe ju ka mbetur në gojë tani të gjithë atyre që ua ka stampuar bufi i knedës me të gjithë kukumjaçkat edhe kuat e kënedës që unë shpopulloha Shqipërinë. Dhe flasin sikur lëvizja e shqiptarëve dhe largimi i tyre drejt Europës apo vende të tjera filloi kur erdha unë në qeveri. Ndërkohë që po të shikosh të gjithë trajektoren e lëvizjes së shqiptarëve, është shumë e qartë se si ka ndodhur, kur ka ndodhur, si është zhvilluar, çfarë dinamikash ka pasur, kur ka pasur ngritje, kur ka pasur atë mesataren e vetë të palëvizshme. Tani nuk e kuptoj fare 97-ën, 98-ën, 2011-ën, unë isha në detyrë kur ka pas ikje shumë më masive, çfarë janë këto muhabete? E para, e dyta, ju emigrantat ti Zamir jeni në Europë, me që thua kështu, por jo të gjithë shqiptarët e Europës kanë mundësinë e qytetarisë europiane, pra pashaportën e vendit ku janë.